Zakonisht, skena është e qetë. Ndonjëherë ndodh në një shtrat spitali, ndonjëherë në shtëpi e rrethuar nga familjarët, apo edhe vetëm. Trupi ndalon lëvizjet e tij. Zemra ndalon sërahuri dhe frymarrja që na shoqëroi gjatë gjithë jetës jep frymën e fundit. Por ajo që shumë nuk e kuptojnë është se pikërisht në atë çast, diçka më e thellë dhe e padukshme po ndodh. Shpirti, qendra e vetëdijes që jeton në trup gjatë jetës, fillon një proces ndarjeje. Nuk është diçka që ndodh menjëherë, si të shtypësh një buton. Është më tepër si të zgjidhësh një nyje të vjetër, të mbushur me përvoja, ndjenja, kujtime dhe zgjedhje. Në këto momente afër vdekjes, përjetimet e disa njerëzve na japin një pasqyrë mbi atë që mund të ndodhë. Ata që janë shpallur të vdekur klinikisht për disa minuta përshkruajnë ndjesë të ngjashme. Një lehtësi befasuese, një qetësi e thellë dhe një ndjesi e qartë shkëputje nga trupi. Disa tregojnë se e shohin veten nga lart, sikur po qëndrojnë në tavan. Të tjerë dëgjojnë zëra, por nuk mund të ndërveprojnë. Vetëdia mbetet zgjuar, por e ndar nga trupi fizik. Kjo ndarje është gjithashtu një proces energjetik. Traditat shpirtërore thonë se trupi është i lidhur me shpirtin përmes një fije energjie, të njohur në disa mësime si laku i argjent. Ky fije bëhet gjithnjë më e hollë derisa më në fund këputet, duke shënuar fundin përfundimtar të lidhjes me trupin. Por jo çdo shpirt largohet lehtësisht. Kur vdekja vjen papritur, ose të njerëzit shumë të lidhur me jetën materiale, procesi i ndarjes mund të jetë i vështirë dhe madje i dhimbshëm. Shpirti nganjëherë përpiqet të qëndrojë, pa kuptuar pse askush nuk i përgjigjet, pse thirrjet e tij nuk dëgjohen. Është si të zgjohesh nga një ëndër shumë reale dhe të kuptosh se nuk je më aty. Nga ana emocionale, tronditja është e madhe. Imagjinoni dikë që ka besuar gjithë jetën se vdekja është fundi, dhe papritur e gjen veten të vetëdijshëm, duke fluturuar mbi trupin e vet, duke dëgjuar të qarat e të afërmve, duke ndjerë gjithçka, por pa mundur të ndikojë më në botën që njohu. Është fillimi i një cikli të ri, por pa hartë, pa udhëzues. Për ata që janë më të përgatitur shpirtërisht, ky moment është i mbushur me pranueshmëri. Shpirti e kupton se çfarë po ndodh. Ai ndjen praninë e udhërfyesve shpirtëror, miqve të dritës që vinë për ta ndihmuar. Ka një mikpritje të butë, pothuajse amtare, një dorë shtrirë nga ana tjetër. Gjithçka nis me frymën e fundit, por ajo nuk është fundi, është një fillim i ri. Shpirti çlirohet, por merr me vete gjithçka që ka përjetuar, gëzimet, dhimbjet, mësimet. Ai largohet nga trupi, por nuk largohet bosh. Ajo që ndodh më pas është ajo që ne do të fillojmë të eksplorojmë. Imagjinoni të zgjoheni në një vend që duket i njohur, por gjithçka është e ndryshme. Ngjyrat janë më të gjalla, tingujt vijnë nga brenda dhe jashtë njëkohësisht. Njerëzit përreth sillen sikur ju nuk jeni aty. Ju bërtisni, përpiqeni t'i prekni, por asgjë nuk ndodh. Është një ndjenje e të qenit prezent dhe i padukshëm në të njëjtën kohë. Për shumë shpirtra, kështu fillon zgjimi në planin e padukshëm. Menjëherë pas ndarjes nga trupi fizik, vetëdia nuk zhduket, përkundrazi, shpesh bëhet më e kthjellët se kurrë. Problemi është se shpirti jo gjithmonë e kupton se ka vdekur. Kjo krijon një konfuzion të thellë. Ai ndjen se diçka ka ndryshuar, por nuk e kupton saktësisht çfarë. Kjo ndodh sepse shpirti ende mban kujtime dhe ndjesi nga jeta toksore, të njëjtat mendime, frikëra, kujtime. Prandaj, shpesh përpiqet të vazhdojë rutinën e përditshme. Shkon në shtëpi, përpiqet të flasë me fëmijët, të përfundojë gjëra të lëna pezu, por asgjë nuk reagon. Dyert nuk hapen, fjalët nuk dëgjohen, njerëzit nuk reagojnë, dhe kjo sjell një ndjenjë të fortë vetmie dhe shqetësimi.
Disa shpirtra enden për ditë apo javë rreth trupit të tyre, veçanërisht kur vdekja ka qenë e papritur. Aksidente, sulme në zemër, tragjedi, tronditja është kaq e madhe sa që shpirtit i duhet kohë për ta kuptuar çfarë ka ndodhur. Është si të zgjohesh nga një kom, por askush nuk është aty për të shpjeguar. Sipas disa traditave shpirtërore si spiritualizmi, kjo periudhë pas vdekjes është vendimtare për të ardhmen e shpirtit. Nëse shpirti është shumë i lidhur me botën materiale, me dhimbjen ose me ndonjë mision të papërfunduar, ai mund të mbetet i bllokuar për një kohë në atë që quhet plani i ulët ose mbështjellja toksore. Një gjendje mes botëve, ku ndjen emocionet njerëzore, por pa një trup për t'i shprehur ato. Ajo që bën ndryshimin janë lidhjet shpirtërore. Nëse shpirti ka ushqyer vetëdije, besim, ose ka bërë vepra të mira, ai zakonisht ndihmohet më shpejt. Udhërfyes të dritës i afrohen dhe ndihmojnë në tranzicion. Por nëse ka jetuar i shkëputur nga këto lidhje, procesi mund të jetë më i ngadalt dhe i vetmuar, por asnjëherë i braktisur. Shpesh, njerëzit në fazat e fundit të jetës raportojnë se shohin të dashur që kanë vdekur më parë. Ato që për të tjerët duken halucinacione, mund të jenë kontaktet e para me botën e padukshme, një lloj zgjimi i hershëm ku shpirti ndjen thirrje nga ana tjetër. Në orët e para pas vdekjes, shpirti shpesh ndjek gjithçka që ndodh me trupin. Ardhen e ndihmës së shpejtë, të qarat e familjarëve, mbërritjen e miqve. Ai sheh gjithçka, ndjen gjithçka, por nuk është më pjesë e botës si më parë. Dhe kjo është shpesh vështirë për t'u pranuar. Koha në tokë vazhdon të ecë, por në anën tjetër ajo merr një formë tjetër. Sipas shumë traditave shpirtërore, nga spiritualizmi tek budizmi dhe hinduizmi, 7 ditët e para formojnë një kalim të rëndësishëm. Një korridor energjetik ku shpirti qëndron ende shumë afër botës materiale. Në këto ditë, shumë shpirtra zgjedhin të qëndrojnë pranë vendeve ku ndodhi ndarja. Pranë shtratit, në dhomën e spitalit, duke vëzhguar mjekët dhe infermierët. Të tjerë ndjekin familjarët e tyre, duke fluturuar mbi makina që shkojnë drejt varrezave apo tempujve. Procesi nuk është matematik. Ka dëshmi për shpirtra që kalojnë këtë fazë brenda disa orëve dhe të tjerë që, të shtypur nga lidhje toksore, qëndrojnë për muaj të tërë. Këto 7 ditë nuk përfaqësojnë një afat të rreptë, por një arketip, një cikël i plot si fazat e hënës apo nota muzikore. Pas përfundimit të këtij cikli, shpirti ka kushtet minimale për t'u larguar nga frekuenca e dendur e tokës dhe për të hyrë në zona më të holla tranzicioni shpirtëror. Për ata që janë gjallë dhe ndjejnë praninë e të dashurit që kanë ndëruar jetë, është e mundur të përjetojnë ndryshimet e energjisë në atmosferë. Shpirti mund të ndjejë lutjet, kujtimet, historitë që tregojnë me dashuri dhe mirënjohje. Kjo ndihmon realisht në paqen e tij. Ndërkohë, ata që meditojnë për vdekjen e tyre, kuptojnë që është e rëndësishme të falin, të shërojnë plagët emocionale dhe të ndërtojnë ura, që kalimi i tyre të jetë më i lehtë kur të vijë momenti. Pas kësaj faze të parë të 7 ditëve, fillon një periudhë më e qetë dhe më e thellë, 40 ditët e lamtumirës. Është gjatë këtyre ditëve që shpirti fillon të çlirohet me të vërtetë nga lidhjet materiale, duke kaluar një proces rishikimi, shërimi dhe çlirimi. Ky numër 40 nuk është rastësor. Ai shfaqet në shumë tradita shpirtërore dhe simbolizon transformimin dhe kalimin nga një gjendje në tjetrën, një udhëtim drejt dritës dhe kuptimit të thellë. Në këtë periudhë, shpirti rishikon jetën e tij, jo përmes një gjykimi të jashtëm, por duke ndjerë pasojat e çdo veprimi të vetin. Nëse ka shkaktuar dhimbje, ai tani e ndjen atë nga perspektiva e tjetrit. Nëse ka dashuruar, ai ndjen sërish emocionin që ka dhuruar. Është një pasqyrim i plot i asaj çka ka lënë pas. Kjo e ndihmon të mësojë, të shërohet dhe të çlirohet nga ndjenjat e fajit, zhgënjimit dhe idealizimeve të kota. Shumë shpirtra gjatë këtyre ditëve
ndihmohen nga udhërfyes shpirtëror, qenie drite që nuk gjykojnë, por udhëzojnë. Ata i tregojnë shpirtit çfarë mund të ishte bërë ndryshe dhe ndihmojnë të kuptojë pse disa vuajtje ndodhen. Jo për të rregulluar të kaluarën, por për të nxjerrë mësime. Lidhjet me gjërat materiale fillojnë të zbehen sendet, pasuria, zakonet, karriera, të gjitha mbesin pas. Por dashuria e vërtet mbetet. Jo ajo që lidhet me xhelozin apo dhimbjen, por ajo e pastra, e liruar nga egoja. Megjithatë, kur të gjallët nuk lejojnë çlirimin, duke u mbajtur fort pas kujtimit me dhimbje të thellë, kjo ndikon negativisht. Mendimet e vazhdueshme, fjalët si nuk mund të jetoj pa ty, e mbajnë shpirtin të lidhur. Dhe nga dashuria, ai qëndron afër, ndonjëherë për muaj apo vite, duke u ndjerë përgjegjës për vuajtjet e të gjallëve. Kjo gjë shkakton vuajtje të ndërsjella. Shpirti nuk mund të ngrihet dhe i gjalli nuk mund të shërohet. Është e nevojshme të kujtojmë pa dhimbje të thellë, por me mirënjohje. Dashuria nuk zhduket kurrë, vetëm ndryshon formë, dhe kur shpirti më në fund çlirohet, ai mund të rikthehet, të prek me frymëzim. Paqe apo një shenjë të vogël, një ëndër, një aromë, një këngë, një moment qetësie. Pastaj vjen momenti i fundit, zgjedhja për të kaluar portat shpirtërore. Ato nuk janë vende fizike, por destinacione vibracionale që përputhen me gjendjen e brendshme të shpirtit. Disa shpirtra udhëhiqen nga qenie drite, të tjerë ndjekin një ndjesi të brendshme, por ata që mbeten të lidhur me frikë, faja apo hakmarrje, shpesh nuk mund të kalojnë, besin në një lloj tranzicioni derisa të çlirohen. Një prej përshkrimeve më të famshme të këtyre destinacioneve vjen nga letërsia shpirtërore, veçanërisht veprat e Cico Xavier. Në librat e tij, si No Solar, përshkruan qytete shpirtërore me biblioteka, spitale, shkolla dhe kopshte, vende ku shpirtrat shërohen, mësojnë dhe përgatiten për etapat të tjera të ekzistencës. Këto botë janë reale për ata që i përjetojnë, sepse gjithçka në botën shpirtërore është pasqyrë e gjendjes së brendshme.